الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të nderuar xhamat, jemi në vazhdim dhe zinxhirin e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad, libër të cilin e ka veçuar për formim dhe brumosje të një muslimani I cili dëshiron ta jeton në imtësi dhe në detaj sunetin dhe udhëzimin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj në vazhdën e këtyre kapitullve ka sjell kapitullin Imam Buhariu për nderin e besimtarit, për nderin e mysafirit kur ai ka për nderin që I bën muslimani kur ai ka mysafir. Andaj gjën e parë që ka sjell çfarë ka thënë, babun dalatu ahli al-islam ba'duhum ala ba'd. Kapitulli I raportit të lirë të muslimanëve ndaj njëri tjetrit. Dhe ka sjell ngjarjen e njohur se muslimanët e parë e mirnin tenxherën, enën e hazër dëbame në bord dikujna për ta nderuar një mysafir të vetin. Dhe kitë kjo bëhej me liri, me komoditet. Dhe nëse e lypte tenxherën I zotit tenxherës, çka I thonte? Thot e mora por do mysafir, çka I pata? Thot Allah I dhash bereqet mysafir. Kalofsh mirë me mysafir. Pra ka qenë shumë e hapur dhe e njohur se mysafiri ka për parësi në gjitha rrethanat. Pastaj ka sjell se kjo është burim I haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kështu I ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe nderi mysafirit të nderuar xhamat nuk është çështje e vogël. Nuk është çështje e vogël. Komplet Medinja për shkak mysafirllëkit e kanë marrë emrin El Ansar për krahasit e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Vetëm se e kanë prit mirë Muhamedin alayhi salatu wasalam. Dhe aty është edhe varri Muhamedit alayhi salatu wasalam. E kanë prit mirë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Mikpritja ta ndorosh mysafirin është çështje imanore. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa." Kush I beson Allahut dhe ditës kiametit, a ka më të mëdha se do të dia? Mi besu Allahit dhe ditës llogarisë. Falyukrim dhayfa, le ta nderoj mysafirin. Sa e ka ngrit Allahu subhanahu wa taala çështjen e mysafirit, që ne jemi duke jetu ndoshta edhe fazat e fundit të mbetjeve të vlerave të mira të Islamit, ku njerëzit janë bë individual deri në skajshmërisht, sicili e këshir punën e vet, individual, vetëm për interesin e vet. Nuk I intereson për mysafir. Madje sot ngushtohen njerëzit për mysafirit. A mysafiri ka bereqet? Mysafiri ka bereqet se ha bukën tane. Ai ha bukën e vet, e ha rrezikun e vet. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se një ditë për ditë erdhi njëri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam mysafir. Edhe deshti me shku te pejgamberi alayhi salatu wassalam për ta nderuar. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çatu ditë s'kish pas kur gjë me çka më nderua. I dërgoj te gratë veta, çesë sa ka me hangër. Kretu përgjigjen, nuk kemi pos ujë, veç ujë. Dhe u ngushtu Muhamedi alayhi salatu wassalam se veç me ujë s'mund ta nderoj mysafirin. Andaj ja u propozoi sahabeve mysafirin e vet. Tha, pe merr dikush, men yukrim hadha, men yadum hadha. Kush po më nderon që këtë mysafir? Kush po merr me vete që këtë mysafir? Edhe u ngrit njëri prej sahabive të Ansarëve, tha, "Ana ya Rasulullah." Unë tha, "E marr, më jep." Dhe ki nuk e kish gjendën financiare të mirë, po shpirtin e mirë, zemrën e mirë. Tha, "Unë ya Rasulullah, më jep mu." Dhe e mor. Dhe shkoi te familja e vet, te gruaja e vet. Tha, "O gruaja ime, këtë mysafir më ka është I dërgumit Allahit oki. Ky mysafir s'ka ardhur drejt për drejt te na. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa ispat çka mi dhon. E mora unë. Ta nderojmë na." Pastaj çka I tha? Tha, "Bëje gati ushqimin dhe bane llambën hazër." Tha, "O burri jam, gruaja vet I tha, unë s'kam buk pos për vladët. S'kam me buk pos për vladët."
Tha, e vladët kur t'ju vene momentin me hangër, futin gjumë, e lambën fike, kyshe jedëke e regullue, e pastaj përgaditja ushimin mësafirin. Dhe e banën këtë manovër, dhe ja dhanë dhe u banën fejegj alani, edhe u banën kyshe janë të hangër, asë ishin të hangër. Edhe në sabaharët, shkunte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki sahabiju, dhe i thari sallallahu alaihi wasallam, laqad dhahika Allahu min fi'alikuma, Allahu ka qesh me veprën e juve, e ka pëlqy veprën e juve, pishtat pëlqive mbi arshën e vetë, Allah ka pëlqy veprën e juve. Thot e Buhurera dhe ka zbit fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Thot Allahu xhelle xhelalu, e ata të cilët i japin për parësi tjetrit, edhe nëse kanë nevojë shumë, e ai cili i ruhet tekave të unit të nefsit të vet, që ata njerëz kanë më shpëtuar. Që ata njerëz kanë shpëtuar. Shoh këtë hadith në ndërum xhamat. Ulemat kanë thënë plot për dobive, po njëra prej tyre se dëshirojmë këtë hutbë me theksuar, cila është? Të ndërum xhamat. Shiko sahabiu se ka trajtu musafirin e pejgamberit alayhis salam. Musafir. A mund ta paramendoni se ka trajtu sahabiu fjalën e tij, urdhën e tij, udhëzimin e tij, sunetin e tij, mos pëlqimin e tij, ndalimin e tij, çka ka marrë pejgamberi alayhis salam? Misafirin çfarë nderi i ka bë? Po paramendo pejgamberi sa kur ka thonë diçka, bëjeni urdhër, ose kjo është suneti jam, çe kanë pranuar sahabët? Ja ka marrë misafirin me ushqi, e ka lënë bukën e vladit vet. E ka shtin gjumë me vladin e vet, ja ndëroi musafirin Muhamedit alayhis salam. Po fjalët andaj të ndërum xhamat, nuk manifestohet, nuk tregohet, nuk shprehet dashnia ndaj pejgamberit alayhis salam, veç t'ja kujtu datën e lindjes. Jo. Shprehet dashnia ndaj pejgamberit me pasimin e udhëzimit të tij në detaj. Kur ti çdo sa në mat, çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pitë si të dilë shpishpije dërsa të kthejesh, e sa jem mrena, e çdo porë tjetër, çdo fushë tjetër, ti thu çka ka thënë pejgamberi alayhis salam. Kjo ka qenë ajo të cilën sahabët e kanë manifestuar si dashni ndaj pejgamberit alayhis salam. Apo, shiko, e ka marrë misafirin, ka bë çka ka bë, e ka ndëruar. Edhe ka reagu qilla, ka reagu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe sa kam rinë sabasti fjalë se ka thonë ky, me njeri ka thonë pejgamberi alayhis salam, për lloj përgëzimi, laqad dhahika Allahu min fi'alikuma, Zoti ka kesh, Allahu ka kesh me veprën e juve. Andaj të ndërum xhamat, nuk është manifestimi i dashnijës së sunetit pejgamberit alayhis salam me numrimin e datave, a kur ka lind, a kur ke shiko, ta jetojna çka ka bëu ai, të thojna çka ka thonë ai, të menojna çish ka menu ai, të jemi të mëshirshëm çish ka qenë ai, në çdo detaj çka ka bëu ai. Që kjo është me dash pejgamberi alayhis salam, nuk mbulohet por jashtë kësajna me kur gjë nuk shprehet dashnia ndaj pejgamberit alayhis salam. Andaj ky sahabi Abu Talha e manifestoi dashninë ndaj pejgamberit alayhis salam, ti amor misafirin, bëma musafirin. Kjo është prej mësimeve më të fuqishme që i kanë dhënë dietarët nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tjetra të ndërum xhamat, shiko, ne zakonisht e menojna me bën njëri do një vepër dramatike të madhe, e ndoshta pe fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Por te Zoti, kjo çka është mëna është më e madhe se ajo çka bëhet jashtë. Zoti njëri është i kufizuar, ditët i ka të kufizuar, jetën e ka të kufizuar, durët i ka të kufizuar, kamët i ka të kufizuar, parët i ka të kufizuar, mundësit për bamirësi ka të kufizuar, ama nuk e ka zemrën e kufizuar me adosh hajrin këtë dunjajës. Xheneti fitohet me një jetë të ndërum xhamat. As një dinar se ka nxjerr për xhepit kësaj sahabiu. Çka pas? Këtë çka ka vaj ka thënë ngryes vet, ç'a të bukën e fëmijëve, jepja misafirit. Kaç. Po ki me pas ja kish dhon krejt çka ka. Ta kish pas mishin më të mirë ja kish dhon. Ta kish pas ujin më të mirë ja kish dhon. Ta kish pas langin më të mirë ja kish dhon. Po çka e pat. Ama në zemër këtu e ka bën jetën shumë nalt. Te Allahu shkohet me shpirt mirë, a pastaj vepra sot ki takat. Vepra sot ki takat. A këtu pafundësisht. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala dhikrin e ka lip pa numër, se kushton kur gjë. A këtë adhurimin që ka lipët trup, pare, kohë, e ka lip me kufizume. Se s'munësh.
E çka na pengon të ndërum xhamat që në zemër me e bon një jetë minimu këtë botës, me uzu këtë dunjaja, këtë, në zënë këtë dhe xhenet. Si të cili njeri, ma në men të ndërum xhamat, si të cili njeri shka kryohet në dunja, e ka një vend xhenet. Allah i na bof nasib, ja Rabbel Alamin. E njëri thot, e pse atëherë pa besimtar tina ti mrena, se e lajnë vendin shkojnë që tërkun. Ama për si të cili njeri ka vend, a e meriton më këthi, a se meriton më këthi është punë e ti. Ama ka vend më skujto se ta zë vendin. Apo, nuk ngushtohet xheneti, shiko toka po na zë. 8 miliard njerëz po na zë. Edhe ala tokë pa banume o. Madje shumica tokës e pa banume. Mos flasim për deta dhe oqeane. Në zemrën tane banë një jetin e mirë pafundësisht. Sepse me këtë një jetë të mirë shkon të Allahu subhanahu wa taala. E pastaj nëse mundësitë tuaja janë 10 dinar, le të jenë 10 dinar. Ama këtu në zemrën le të jenë miliona, miliarda. Kështu fitohet pafundësia të ndërum xhamat. Kështu fitohet xheneti. Zati thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu taala, nuk ja u jep Allahu xhenetin e pafundshëm banorëve të xhenetit, të cilët kanë punuar në dunja me të kufizuar. Ti ke jetu 60-70 vjet, e pe fiton xhenetin pafund. Me çka po kompenzohet? Me niyetin e mirë. Innamal a'malu binniyat. Veprat të Allahu vlerësohen sipas niyetit. Ky sahabia me pak reagim, Allahu i tha, Allahu razipi juve. Allahu qof razim me veprat tona. Allahu i pasof zemrat tona, i pasof niyetet e tona. I bëv Zoti xhelle xhelalu zemrat tona që të jenë gjithmonë që e bëjnë një jetë të mirën, e bëjnë një jetë më të mirën për udhëzimeve, e bëjnë një jetë që ta fitojnë xhenetin Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na bën pe atyre të cilët i ngjajnë sahabive, i ngjajnë njerëzve më të mirë fytyr tokës që kanë jetuar pas pejgamberëve, gjenerata dhe brezi i sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu na mundson që të punojmë me udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që të jetojmë me udhëzimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala muslimanët ku të qenë Allahu të ndihmon, fuqarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë Allahu të jap nga rahmeti vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم رحماك بالمستضعفين، اللهم رحماك بالمستضعفين، يتامى المسلمين، أرامل المسلمين، أسرى المسلمين، المساجين من المسلمين، خاصة منهم العلماء والمشايخ يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واضرب المجرمين بالمجرمين، واضرب المفسدين بالمفسدين، ونجي المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.